Jam këtu për të denoncuar me forcën më të madhe vendimin e kreut të Meduzës, kreut të organizacë kriminale për të organizuar nesër në Vlorë antimitingun e turpshëm të historisë. Ju paralajmëroj se për mënyrë absolute antimitingjet tuaja nuk do të tolerohen. Antimitingjet tuaja do të marrin atë përgjigje që do të mjerohej me te. A ka akt me të turpshëm? Të marrish në punë si tu dhe të dalish në antimiting ndaj protestës qytetare. A ka akt më përçarës? A ka akt më absurd? Është akti luftës që mafia shtetërore u shpall qytetarëve. Hiqni dorë. Anullojeni. Keni dërguar mesazh të gjithë punojësit e thjerit lushtjes të gjithë jugut. Një lloj si Ramiz Alia, që do të na shpallte rrugplikën e Vlorës me vullnetarët e Enverit. Tani e vullnetarët e Edit. Mos e provoni, Mos e provoni. Të ndiqen rregullat. Ka një protest më që denoj dhe dhullën ndaj tyre. Një protest qytetare. Pas ka një njeri që nxjerr këte paullat, nuk përfaqëson tërësinë aty. Ndaj dhe është fashiste, staliniste, praktike antimitingjeve. Hiqni dorë. Kam publikuar mesazhe që keni nisë në administratë. Gjithçka është terri dhe mungesa totale e transparencës. Për të përfunduar dhe ju, sot e tutje doktoresh, nuk do quhesh më Spahiu, por Mekati, se ti ke votuar ligjin 24. Ti e zonja Mekati, tani e kupto vete, ndro edhe në gjendje civile do shkojmë të ndrojmë mbiemrin të quajmë jo Spahiu, po Mekati.